Mjeku çudi të botën, ja kush nuk duhet të konsumojë kafe turke, ja dëmet që ju shkakton. Kafeja ka mira minerale të ndryshme të cilat ndikojnë në përmirësimin e shëndetit tonë, por a e kishit menduar ndonjëherë se cila kafe është më e shëndetshme për organizmin? Në shtëpinë tonë, kafeja turke është një nga shoqëruesit e përditshmërisë. Vetëm kur jemi në lëvizje duhet të mjaftohemi me kafen ekspres. Madje, askujt nuk i ka shkuar ndërmend që të zvendësojë kafen turke me ndonjë lloj tjetër. Por, a e keni menduar ndonjëherë të merrni të njëjtat vlerat e kafes kur e pini kafen turke njësoj si kur e pini kafen ekspres? E vërteta është se jo të gjitha llojet e kafes kanë të njëjtat vlera në dobi të organizmit tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ndryshimet midis kafes turke dhe asaj ekspres kanë të bëjnë me përqendrimin më të lartë të vlerave ushqyese të kafes. Pasi përgatitja e saj ka vetëm një hap, bluarjen e kokrave të pjekura të kafes dhe zjerrja e tyre me ujë. Ndërsa kafeja ekspres kalon në disa procese të tjera. Ndryshimi i parë është koha e pjekjes së kafes. Kokrat e kafes ekspres piqen më gjatë dhe më pas shtypen dhe më pas ato siten. Kjo për të treguar gjithashtu se për të prodhuar kokrizat në madhësi të rërës mund të jetë një proces akoma dhe më i gjatë. Më pas, përgatitja e saj në makinën e ekspresit bën të mundur largimin e dy mineraleve që ndodhen te kafeja, kafestoli dhe kaolojani, dy minerale yndyrore të cilat gjenden te kafeja, të cilat janë po aq të rëndësishme sa edhe antioksidantët e saj, por të cilat persona nuk duhet të konsumojnë kafen turke. Sipas Wellnet, ka një sër personash të cilët duhet të tregohen më të kujdesshëm me pirjen e kafes turke, pasi mund të ndikojë në shëndetin e tyre. Për njerëzit të cilët do vuajnë nga kolesteroli i lartë, ose ato që kanë në familjen e tyre raste me sëmundje të zemrës, këto dy minerale që gjenden me shumicë te kafeja mund të jenë të dëmshme për procesin e shëndetit të tyre. Studimet e fundit kanë treguar se këto dy substanca te persona të cilët të vuajnë nga kolesteroli i lartë në gjak, rrisin dukshëm riskun e bllokimit të arterieve, duke përkeqësuar kështu më shumë shëndetin e zemrës dhe duke kufizuar kështu furnizimin me gjakun e nevojshëm, çka mund të çojë në një kolaps ose dështim të shëndetit të zemrës. Pirja e kafes turke te këta persona rrit dukshëm nivelin e kolesterolit në gjak për të paktën në 10%. Duke qenë se kafeja turke përmban 7.2 mg kafestol dhe 5.4 të kaoljanit, ndërkohë që kafeja ekspres do të përmbajë gjithashtu vetëm nga 1 mg prej secilës. Prandaj, kafeja ekspres mund të jetë më tolerueshme në këto raste krahasuar me personat që e konsumojnë kafen turke. Kafeja turke nuk duhet të konsumohet në sasi të tepruar, sidomos në rastet kur vuani nga problemet e kolesterolit ose shëndetit të dobët të zemrës. Në rastet e tjera, pirja e saj me kujdes dhe brenda normës së lejuar mund të kthehet në një aleate të vërtetë të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të përditshme. Kafeja është një zgjedhje e parë e cila mund të ofrojë shumë përfitime, por në disa raste nuk duhet të konsumohet sepse mund të shkaktojë një dëmtim të procesit të shëndetit dhe jo vetëm. Është e vërtetuar se kafeja zvogëlon në riskun e disa llojeve të problemeve të shëndetit, siç janë edhe ato të zemrës, por mund të ndihmojë edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt të trupit. Pirja e saj me kujdes dhe brenda normës së lejuar mund të jetë tolerueshme nga organizmi. Për disa njerëz, rezultatet mund të jenë të dëmshme sidomos pas pirjes së tepërt të kafes. Por ja kush duhet të tregojë më shumë vëmendje drejt pirjes së kafes. Njerëzit të cilët të vuajnë nga sëmundjet e zorrës inflamatore duhet të tregohen më të kujdesshëm me pirjen e kafes, pasi mund të ndikojë negativisht në shëndetin e zorrës. Kafeja mund të përshpejtojë tretjen dhe gjithashtu shanset për diarre, e cila është një nga simptomat kryesore të sëmundjeve të zorrëve, shpjegon dietologja Angel Planels, duke shtuar edhe se shmangja e kafes në këto raste është shumë e mençur në dobi të shëndetit dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve. Nëse jeni një person që e konsumoni kafe në vazhdimsi të dietës suaj, tregoni të kujdesshëm në këto raste pasi mund të ndikojë negativisht në sistemin tuaj tretës.
Personat që kanë gjithashtu glaukoma duhet të tregohen më të kujdesshëm me pirjen e kafes sepse mund të ndikojë negativisht te ta. Presioni intraokular mund të rrisë presionin te glaukoma dhe konsumuesit e kafes mund të jenë më shumë të riskuar nga ky komplikacion. Marrja e kafes në sasi të tepërt në këto raste duhet të shmanget pasi mund të nxjisë edhe probleme të shëndetit, duke nxitur përkeqësimin e glaukomave dhe rasteve tuaja shëndetësore. Ekspertët thonë se pirësit e kafes në këto raste duhet të jenë më të kujdesshëm pasi mund të ndikojnë edhe në përkeqësimin e tyre, shton Planels. Njerëzit që kanë një fshikëze tepër aktive nuk duhet ta teprojnë me konsumin e kafes. Të gjithë e dimë se është më mirë të mos pini një filxhan kafe të madhe përpara një udhëtimi të gjatë, veçanërisht nëse e keni të vështirë të shkoni në tualet në ato momente. Marrja e kafeinës së tepër në këto raste do të nxjisë urinimin e tepër dhe në këto situata kur keni fshikëzën tepër aktive, mund ta keni të nevojshëm të shkoni më shumë se sa duhet në tualet, gjë e cila mund të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Marrja e kafeinës vetëm mund të përshpejtojë punën e fshikëzës, por mund të bëjë që të urinoni edhe më shpesh, shpjegon Sua Heiken, nutricioniste. Nëse nuk pini shumë kafe, mundeni të jeni edhe më pak të ndjeshëm ndaj saj, por nëse jeni një person intolerant ndaj kafes, tregoni të vëmendshëm edhe me sasinë që konsumoni gjatë ditës. Personat që vuajnë nga sëmundjet e zemrës gjithashtu duhet të tregojnë më të kujdesshëm me pirjen e kafes. Duke qenë se kafeja mund të shkaktojë rritje të menjëhershme të presionit të gjakut dhe përshpejtimin e punës së zemrës, mund ta bëjë gjithashtu edhe më të pakëndshme, shpjegon Kelly McGrain. Është e rëndësishme që nëse jeni një person që konsumoni kafen dhe keni shqetësime të theksuara të rrahjeve të zemrës ose probleme të ngjashme të saj, tregohuni më të vëmendshëm dhe reduktoni sasinë e kafes ose hiqni dorë përfundimisht prej saj. Edhe gratë shtatzana duhet të tregohen më të vëmendshme me përdorimin e kafes, pasi mund të ndikojë në përkeqësimin e shëndetit të tyre dhe gjithashtu të mbajë edhe një sër komplikacionesh. Shoqata Amerikane e Ginekologjisë këshillon që gratë shtatzana të mos pinë më shumë se 2 filxhan kafe për të reduktuar riskun e abortit të lindjes së parakohshme. Megjithatë, një studim i publikuar së fundmi thotë se nuk ka një sasi të sigurt të kafes te gratë shtatzana. Çdo rast është unik dhe duhet të konsultoheni me pediatrin tuaj nëse jeni në gjendje të toleroni pirjen e kafes, sidomos nëse keni një situatë të pafavorshme gjatë shtatzanisë. Edhe nënat gjithënse nuk duhet ta konsumojnë kafen pasi mund të ndikojë negativisht tek i vogli i tyre. Duke qenë se kafeina është një stimulues direkt diuretik, është e mundur që një nënë që ushqen fëmijën me gjë të vuajë gjithashtu nga dehidratimi. Prandaj këshillohet që kafeina të shmanget në këtë fazë të jetës, ashtu siç ndodh edhe me shtatzanit. Është e rëndësishme që për çdo ndryshim që mund të bëni në dietën tuaj, sidomos nëse jeni shtatzan dhe doni të konsumoni kafe, si fillim konsultohuni me mjekun tuaj specialist për të evituar ndonjë komplikacion të mundshëm që kafeina e tepërt në organizmin tuaj mund të shkaktojë. Kafeja mund të quhet një stimulues ndërtues i ndezjes së trurit. Ndikimi i parë që ndihmë kur pimë kafe është një zgjim i menjëhershëm. Kafeina është një stimulues i cili mund të shkojë në tru dhe ta bëjë përkohshëm edhe ndjenjën e lodhjes. E bën atë të bllokuar dhe të bllokohen gjithashtu edhe receptorët tuaj. Ekspertët thonë se nëse jeni një person që pini kafe në sasi të tepërta, përgatituni që të keni edhe një lodhje më të madhe gjatë ditës. Kafeja me të vërtetë është një nxitës shumë i mirë i situatave tuaja përkatëse, por në disa raste ekstreme ajo mund të kthehet në një dëm të vërtetë, sidomos për shëndetin e kujtesës dhe cilësisë së dobët të gjumit. Ekspertët këshillojnë pirjen e kafes me kujdes dhe brenda normës së lejuar. Vetëm kështu do të merrni përfitimet e saj dhe gjithashtu ndikimi i kafeinës së tepërt nuk do të ketë efekte negative. Shkencëtarët në Universitetin e Harvardit kanë zbuluar se kafeina ndihmon në largimin e depresionit, por truri me kalimin e kohës mësohet me këtë lloj pije dhe efekti i saj do të zbehet me kalimin e viteve, sidomos nëse e pini për një kohë më të gjatë. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
edhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.